إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi i takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bërë pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe selamet më të bukura janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rima dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Lezën na shpesh herë këto në këtë hutbë kemi kallëzu se nuk është veç një pejgamber, po pita Ademi a.s. tek të ertit e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam janë 124.000 pejgamber. E sa herë shka shoshnia është dallashit ka pak, Allahu Dhul Gjelal ja ka qu ka një pejgamber. E ndër ato pejgamber është edhe Musa a.s. të cilët Allahu Dhul Gjelal ja ka quë Tevratin. E masin e mas vdekjes Musës, qysh e dini pra historinë e jahudive, janë përqall me zveti ato, e janë bon fraksione, e masin e Allahu Dhul Gjelal ka quë adha pejgamber qerë, masin e ka quë e ka Isën a.s. Po edhe Isën kër e ka quë, masin e mas vdekjes tina janë bon fraksione, grupa qështu, e ka quë Allahu Dhul Gjelal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kër e ka quë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja ka dhonë një garancë. Çka është ajo garanca? Garanca është se na ta kemi dhonë këtë Kur'an, edhe na do të harruj. Ashtu që Kur'ani të cilën na e kena, nuk është që na jena shumë të zot, as nuk ka që jena shumë të meqëm, as nuk ka që jena shumë musliman të mirë, por është që Allahu Dhul Gjelal e ka garantu. Edhe tek të jetin fund, Allahu Dhul Gjelal ka mërujt këta, teri sa mos vjen dita që mu ngrit Kurani, me vetë veç pacë. Ndërsa sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e garantu. Ajo ka me të thot ndorën e ulemave, edhe ndorën e djetarëve. E për atë arsye, a i ke pa për shembull farzet, pak janë, ama sunetet janë pak ma shumë. Sikur për shembull nëse dojna me fol për farzet e namazit, janë pak, ama sunetet janë ma shumë. Ose për farzet e abdestit janë pak, ama sunetet janë ma shumë. Ose për farzet e haxhit janë pak, ama sunetet janë ma shumë. Ashtu që, dhe thot sunetet kanë metën mirujt kush, alimat, djetarët. Inshallah Allahu Dhul Gjelal i runë djetarët e tonë. Unë sot po du me fol pak për një temë shka shumë djetarë kanë shkrujt edhe qitabe dhe libra. Ndër to për shembull është një qitab e ka emrin 40 hadithet e Imam Nebevijut. E ki Imam Nebevi a kanë shumë malim i madh. Edhe i kanë thonë halbe na i zgedh do hadithe, apëton që ka, nëse i dina që do hadithe, me që do kena mu boj dare. E masë ne i ka zgedha i një 40 hadithe. Ka për shembull Imam Ajurri, i cili ka jetue që të Bagdadin e Sodi që të ngatë, edhe e ka një liber 40 hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka edhe plot djetar tjerë që ka kanë shkruar qështu libra me qësi tematike. E unë sot po du me fol ma tepër për Imam El Ajurri, i cili dhe thot e ka shkujt një liber shka i ka përmbledh këtë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për atinve haditheve ashtë munue që mi nxerr një 40 hadithe. E 40 hadithe mi fol janë shumë, ndoshta nuk mujna mi mrrinje, ama një 3 inshallah kena mi ka përcije sot inshallah. Piket haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka morë edhe i ka shëshit, e i ka zgjedhë këto 40 hadithe,
në të cilat 40 hadithe ka përcehen dhe thot krejt rregullat e dinit ton islam. Hadithin e parë që e ka zgjedhën është hadithi ku thot me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujna Allahu dhul gjelal ja don hajrin, ja ban nasib me dasht dinin, apo me kuptu e dinin, apo me mërë vesh fejen. E pra ju, ta dini se Allahu dhul gjelal aty ju dasht, që javë ka bon nasib me ardhë në gjami, në ditën e gjuma, me mësu fejen e Allahu dhul gjelal. Kupton e këta. Dhe thot këta, nuk pe tham une. Pe thojnë ulemaja për para meje. Allahu anë të dasht mirën, për të ka prunë këtu në gjami. Se shkupin nuk i ka veç që ka që musliman. Ka shumë musliman. Shumë ka, ama harrojnë me ardhë ditën e gjuma. Ama ty Allah të ka dasht, ka prunë këtu. A majtë të menë këtë hadith? Shumë i shkurt është. Kujna Allahu dhul gjelal ja don të mirën, ja ban nasib me kuptu dinin. Ha? Edhe njëherë për thamë. Me 3 herë ndoshta keni me majtë men. Po këto fëmijë që pënalojnë me ngu ders, po janë të fëmijë ka dek. Aga Ramadan shka kon një e pasha, që ndoshta keni majtë men. Dhe një kush e ka hangë, do të këmë e pas dhe një Ramadan dhe një herë, po inshallah bëhet. Kujna Allahu dhul gjelal, ja don të mirën, ja ban nasib me mësu dinin. Këta e ka regjistru hadithin e parë. Hadithin e dytë e ka regjistru një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shka shumë interesant. Aleikum bil ilm. Për thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ju porësis juve që me mësu e diturin. Kable en yukbadh, para se mu kap ditunia. O kable en yurfa, ose kap para se mu ngrit. Këto djetarë që shi komentojnë këta para se mu kap ose mu ngrit, dhe thot diturin e kanë ulemaja. Vjen da një sundimtar e shtinë burg edhe mo s'mun është me ngu ders. Ose vjen me lukë lëmot ja merë shpirtin gotoh, mo s'mun është me ngu ders pëtina. Ha? E jotja është minet hazër alimit teri sa s'ka dekja, teri sa se kanë shtinë burg. A u kuptu? Mbasën e shka për thot thumë gjema bejnë esabihi. Masën e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka bashkue gishta. Cilat gishta i ka bashkue? Të mesmin, ha? Edhe që shka është nga qëtinat madhe, që do të ditë. Shere qështu, i ka bashku pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe ka thonën, qaj shka kalzon ders, po edhe qaj shka ngon ders. Faktikisht tash, unë jam të kalzu ders, ju jeni të ngu. Kush e ka se vapin matë madhë? Bashke kina se vapin. Si unë e shka jam të kalzue, sikur ju shka jeni të ngue, se vapin e kina njësoj. Inshallah Allahu dhu gjilal, na shpërblen. Edhe masanej për fol një fjallë, që për dhja me fola, me kalzu, se masanej mund me thonë që jam terrorist. Ha? Ja mund me thonë që jam i keq. Po unë për kalzoj. E thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, këto të dit, edhe qaj shka kalzon, edhe qaj shka ngon, e kanë se vapin njësoj, ndërsa për ato tjerë, që ka nuk janë këtu, bësh veri, thojnë tërqit. Nuk përkthejt bësh veri, po s'ka hajrë mas të neve. A i kemi qartë. Dhe thot, shka do që ashtë jashta fjallës Allahot, edhe jashta hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, mo nuk ka rëndësi shumë. Inshallah Allahu dhu gjilal, na udhëzon edhe na qonë ka hajri. Tretin hadith që ka shkrujt ki alimi madh, Ajurri, është një hadith të cilin hadith të parin e ka shkrujt Imam Buhariu në përmbledhjen e tina. Hadithin e par, Imam Buhariu që ka shkrujt innamal a'malu binniyat. Se cilën pun shka ju e punoni, është me nijet. Ha? Krejt pun, ku dush mu falë, dush nijet.
do në magjinu, do në jetë, do në me shku në haqë, do në jetë. Na badjava bina në ruku e qomi në ruku nëse zemrat i kina të kalpta, nëse zemrat nuk i kina të lidhta për Allahun, nëse punën nuk e bojna për Allah. Ha? Mundët për shemë në mesin tonë do thot me hije këtu, da një kush ka nuk ka musliman. Ka qef me ardhë me ngue, shka po fol hoxha në gjami. Po bërëm veni i lirë ashtë, hinë edhe ngo, gjamia për kejtë ashtë. Ama se vapin shka ke ardhë në gjamia, e kia se ki, e më varësi se pse ke ardhë në gjami. Nëse ke ardhë me madhnu Allahun dhul gjelel, e kije se vapin të Allahun dhul gjelel. Por nëse ke ardhë për da një punë qeter, atër e kije se vapin e qësaj punë shka ke ardhë. Nisoj, sikur shka që ki hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilin hadith Imam Buhariu e ka nisë për mbledhjen e vetë. Hadithi qish ashtë? Hadithi ashtë se cila punë vlerësohet si pas niyetit. Nëse e ka pas dikush niyetin me ba hijret për Allahun edhe pejgamberin, hijretin e ka të Allahun dhe pejgamberin. Se nuk ka let me ba hijret. Me lanë me malë, e me pasuni, e me akraba, e me ven, e me kaket, e më shpërngull për hirtë Allahut, ka një punë e madhe. Së në banë se cili. E në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, plot kanë bo hijret, me to ka bo hijret edhe njoni, i cili ko ka pas feju me një femën, ajo femëna ka bo hijret, e ki për shkak të fejesës, që e ka pas me atë femënën, edhe ki ka bo hijret. Ama ki s'ka bon hijret për Allah e për pejgamber, ka bon hijret për të dashurën e vetë. Ha? Na për libra është e registru më ati një femën ku ka kone bukur në atë vakt, e pas ka pas emnin Ummi Kajs. E për hatët të Ummi Kajsit edhe ki ka bon hijret. E masën e njerëzit e di se për shkak ke bon hijret, e kanë bo ajgare me ta, që e ki hijret gjia shka ka bon për Ummi Kajsit. Ha? Edhe i ka shku kjo në vesh kujna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka shku në vesh, pejgamberi e ka mshel këtë problem me një fjallë. Shka është fjalla? Innamal a'malu binniyat. Këtë punë vlerësohen si pas niyetit. Që ka që usas kjo? Dhe të zitë ka bon hijret për Allah edhe për pejgamberi, e ka se vapin të Allahet e pejgamberi. Po si të ka bon hijret për një gruje, e ka se vapin që e ka martu qatë grujnë edhe e betisi muhabetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo, si hadith, është një ndër hadithet matë mëdhoja në dinin tonë islam, shka në ep me kuptu se cilën vepër të cilën ti e punon, e ki shpërblimit të kush? Të Allahu dhul gjelal, nëse e ke punu për Allah. Po nëse se ke punu për Allah, e ki e për qëta shka e ke punu. E inshallah Allahu dhul gjelal na i pastron zemrat e na i ban punët e tona mi punu për Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.